Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Dëmtimi i shikimit të referohet humbjes së aftësisë për të parë qartë, pjesërisht ose plotësisht dhe mund ndodh për shkak të shumë faktorëve. Efektet e verbrisë apo dëmtimit të rënd të shikimit kanë një ndikim në jetën e përditshme të më shumë se 800 milion njerëzve në mbar botën. Çrregullimet e shikimit është një term shumë i veçantë dhe përshkruan çdo lloj shikimi jo normal. Shembuj të çrregullimeve të shikimit janë miopia dhe hipermetropia, shfaqja e njollave të bardha, shfaqja e xhidave, imazheve të dyfishta, dridhja e syve e të tjera. Shkaqet janë po aq të ndryshme sa dhe çrregullimet e shikimit. Nga njëra anë, shkaktar mund të jenë sëmundjet e syve, por mund të jenë edhe sëmundjet e brendshme që mund të çojnë në dëmtime të shikimit. Një stil jetese i shëndetshëm përfshin ushqimin e shëndetshëm, aktivitetin fizik të rregullt, mospërdorimin e duhanit dhe kujdesin e mirë për shëndetin e përgjithshëm, ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut për sëmundje të ndryshme duke përfshirë edhe ato të syrit. Po ashtu është e rëndësishme të kryeni kontrolle të rregullta të syve te okulisti për të identifikuar herë çdo problem të mundshëm dhe për të marrë trajtimin e duhur me kohë. Mbajtja e shikimit në rregull konsiston edhe në mbrojtjen e syve nga rrezatimi diellor me syze të diellit dhe qëndrim larg ndikimeve të dëmshme të rrezatimit blu nga pajisjet elektronike. Pacientët me sëmundje kronike si diabeti dhe hipertensioni duhet të ndjekin trajtimin dhe kontrollin e tyre në mënyrë të rregullt, pasi këto sëmundje mund të shkaktojnë dëmtim të syrit nëse nuk trajtohen me kujdes. Pra dëmtimi apo humbja e të pamurit do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedoj me doktor Florim Zejnullahun, oftalmolog. Doktor Florim, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Mirë se jete, faleminderit për ftesën. Jemi përcaktuar që të flasim për humbjen e shikimit, nga se është një dukuri që është mjaft e shpeshtë dhe godet një numër bukur të madh të njerëzve si në botë po ashtu edhe në vendin tonë. Ndoshta për fillim do të ishte mirë që t'ju themi dëgjuesve se cilat janë shkaqet më të shpeshta që ndikojnë në humbjen apo dëmtimin e shikimit. Shkaqet janë të ndryshme, por shkaqet e humbjes graduale të shikimit, me qenë se kuptova se tema sot është shkaqet më të zakonshme të humbjes graduale të shikimit, janë një sër sëmundjesh dhe gjendjesh të cilat në mënyrë graduale i zvogëlojnë shikimin dhe pacienti vjen në vizitë pavarësisht prej stadit, herë vjen herët, herë vonë, mirë po sa më herët që pacienti të drejtohet oftalmologut dhe të vrej ndryshimet. Është më e mirëseardhur në kuptim të trajtimit dhe të prevencës. Humbjet graduale të shikimit mund të ndodhin për disa arsye. Të ne më shpesh është katarakti ose peltja e pleqërisë, glaukoma ose tensioni në sy, degenerimi makular i lidhur me moshën, të pisat qendrore e shikimit, një dëmtim që bëhet në qendër të retinës, pastaj sëmundja e sheqerit, ku quhet retinopatia diabetike, sheqeri dihet se shkakton dëmtime të anëve të gjakut në sy, si në gjithë organizmit, po specifikisht në sy, dëmton enet e vogla të gjakut, pastaj neuriti optik ose sëmundjet e retinës që e dëmtojnë nervin optik dhe problemet refraktive që nuk kuptojnë problemet që konsistojnë në çrregullimet e dioptrisë, siç janë miopia, hipermetropia, astigmatizmi. Ka dhe shumë gjendje tjera që dëmtojnë shikimin, po këto janë disa me të cilat ne atakohemi më shpesh në punën tonë të përditshme si oftalmolog. Ju i përmendët disa nga shkaktarët, disa prej sëmundjeve që shkaktojnë dëmtimin e shikimit. Disa prej tyre janë që godasin njerëz në mosha të shtyra. A është karakteristike dhe dëmtimi i shikimit në moshën e shtyra, apo mund paraqitet edhe tek moshat e reja? Dëmtimi i shikimit është më karakteristik të moshat e shtyra. Do më thonë, secila nga këto gjendje që përmendëm, nëse për mund të
të atakohen edhe në moshat më të reja. Për shembull, patologjia e kataraktës mund të atakohet që në lindje, do të thonë dhe quhet kataraktë kongjinitale, ose në moshat më të reja katarakta presenilis, ose në gjendje tjera ku pacienti përdor kortizonik, të smundjet që duhet të përdoret dhe shkakton probleme me glaukom, katarakt dhe gjitha gjendje tjera që mund të dëmtojnë syrin. Doktor, ju thatë se sa më herë që të paraqitet dhe të kërkojnë ndihmën e mjekut oftalmolog, pacientët e kanë më të lehtë trajtohen në bazë praktikës tuaj të përditshme. Çfarë fazë zakonisht paraqiten pacientët që të kërkojnë ndihmën e oftalmolog? Unë me atë rutinën time e vrej që njerëzit të cilët janë më aktiv, që punojnë në zyre, që punojnë me shkronja, paraqiten që në fazat e hershme për shkak se ata i vrejnë ndonjë. Kanë probleme. Mirë po, ka njerëz që rastësisht, si themi ne, kur t'i lanë sytë dhe kur e qet dorën para një syresh që e ka një trembullim të tërësishëm të syrit. Kjo po flasim për pedën e sy, kataraktën, ose çdo zhvillim tjetër. Domethënë, paraqitja atyre konsiston edhe në nivelit të edukimit. Pastaj këtu inkorporohet edhe pjesa ekonomike, njerëzit nuk kanë sigurisht me mbuluar shpenzimet që janë. Disave nuk e din, disave humbja graduale e shikimit mendojnë ndonjëherë që është normale ai shikim dhe nuk e vrejnë që për shembull të njerëz që nuk vozitin ose nuk kanë kështu punë shumë specifike, nganjëherë e vrejnë më vonë. Ka njerëz po të ne zakonisht në klinikën e oftalmologjisë, po edhe në pjesën e praksës private ku punoj, vinë raste ekstreme. Do të thotë veç kur smundja ka avancuar. Vinë raste ekstreme kur pacienti e sheh vetëm dritën me sy. Edhe, po çka është e rëndësishme? Më rëndësishme në këtë pikë do të ishte implementimi i sigurimit shëndetësor, i cili në çdo grup mosh do të jetë, për shembull mosha 40 vjeçare në vizitë te oftalmologu, ose mosha 50 vjeçare, ose do të thotë janë disa rregulla. Unë kam qenë bashkë pjesëmarrës e implementimit të fleturës së posalindurit për fëmijët, sepse fëmijët shkojnë në shkollë edhe shkojnë me sigurinë të refraksionit. Nuk e sheh, si thonë vrasën e zezë. Do të thotë edhe prindët nuk e vrejnë sa ai fëmijë ka. Do të thotë, në fleturën e posalindurit kemi mund të fusim pjesën e oftalmologjisë që nuk kishte qenë më herët, edhe ato fëmija duhet të vinë, domethënë mes mosha 3, 5, 6 vjeçare. Unë nuk e kuptoj si mund të shkojë një fëmijë në shkollë kur nuk e din sa ka shikimin, për shkak se pjesa e telefonit dhe pjesa e ekspozimit afër të fëmijëve të posalindur është mjaft e rrezikshme, edhe në botë është bërë epidemi, do thotë shumë e madhe e zhvillimit të miopisë, domethënë një çrregullimit që praktikisht më herët ka qenë shumë më i rrallë. Sigurisht se do të flasim për ndikimin e telefonave dhe të kompjuterëve tek të pamërit, sidomos tek mosha e re. Po para se të shkojmë atje, ju kisha lutur të flasim diçka për simptomat. Cilat janë simptomat kryesore që një person duhet ta vrejë se diçka s'është në rregull me shikimin apo të pamërit e tij? Simptomat, varësisht prej smundjes, simptomat janë më të ndryshme, më dallojnë. Mirë po, të themi të kjo pjesa më e përzishme e jona, do të thotë shikimi, simptomat mund të jenë mjegullim i lehtë, njërit sy, ndjeshmëri më e madhe ndaj dritës, ngjyra duken më të zbeta, vështirësi në të parë natën, ndryshime të shpeshta të syzave, nuk adaptohen në syza. Pastaj flasim për dioptrinë apo jo? Pastaj po katarakta që është nukleare ose domethënë
ai kur del jashtë me ngushtimin e bebsës në ndjell, pacienti praktikisht nuk sheh asgjë jashtë. Edhe këto janë rrezikshmëri shumë të sidomos në komunikacion edhe kur pacienti është shofer edhe detyrohet të vozisë. Domethënë, paramendo kur bjen drita, për një herë dhe ti ke kataraktë edhe praktikisht ti nuk ke shikim që mund ta shohësh domethënë në 10 metra. Është shumë e rrezikshme. A mund ndodh humbja apo dëmtimi i shikimit vetëm në njërin sy apo kur ndodh në të dy? Zakonisht të ne varësisht prej gjendjes. Për shembull, më rrezikshme është glaukoma ose tensioni në sy, i cili e dëmton të pamërit periferik dhe ngadalë ngushtohet fusha vizive ose fusha të pamërit dhe ajo e rregullon shikimin varësisht se si për çfarë patologjie vjen sëmundja. Dhe zakonisht ne te kataraktat e glaukomat e fillon me njërin sy më shumë e tjetrin më pak në rutinën e përzeshme. Katarakta, domethënë, e ka shërimin, e ka intervenimin, kjo edhe pse ka intervenimin, i ka rreziqet e veta, i ka si procedurë komplikimet e veta, sidomos në vendet e pazhvillore, ose në vendet ku si ne në Kosovë, në sistemin publik teknika e kataraktës është avancuar që në vitin 2015 me aparatin e fakomodifikimit, ndërsa në pjesë e glaukomës është, si thon vras tinzar, që nuk mund të kthehet më shikimi. Thotë katarakta operohet, po nuk mund të kthehet më ajo pjesë, po mund të ndalohet aty ku është. Po edhe te retinopatia diabetike mund ose të smundja e sheqerit nuk mund të kthehet një pjesë, po me rëndësi është që laser fotokoagulimi dhe përdorimi i avastinës ose injeksioneve në sy për trajtim e ndalojnë, e stopojnë edhe e rikthejnë pjesërisht. Mirë po, dëmtimi nga njëherë është dëmtimi pakthyeshëm i enëve të gjakut dhe struktura të tjera të retinës. Thatë se kontrollat duhet bëhen, në çfarë periudhash preferohet që të bëhen kontrollat? Jo vetëm kur kanë probleme, por edhe pa patur probleme, pasi kështu më lehtë mund të konstatohet gjendja e pamërit. Po praktikisht pa dallim moshe, po sidomos pjesa kataraktës mosha 40-50 ose 50-60 më shpesh, veç fillon. Fillon ngadalë dhe ndonjëherë zhvillohet më shpejt, ndonjëherë më ngadalë, të njerëzit të cilët, edhe njëherë thash, të njerëzit të cilët janë aktiv, ata me njëra, domethënë janë shumë të interesuar për shëndetin e tyre dhe mirë po, këtu të ne është problem sigurimi shëndetësor, sigur pjesa e pulmologjisë duhet bëhet në moshën kaq rentgeni mushkëlive për prevenim kancerit, pastaj ultrazëriz i gjirit, pastaj kjo, pastaj ajo. Domethënë, na nuk e kemi një program shtetëror. Do thotë vetëm që kena bënë oftalmologji është fletore posa lindurit. Para mendo të vjen në moshën 10 vjet, fëmia nuk e shet rosën e zis. Edhe nuk ka kërkuar ndihmë. Edhe nuk ka ditë me kërkuar fëmijën ndihmë. Tu fajtori janë prindit. Edhe tu e pyet shokun e vet, çka po shkon në ros. Dhe sa ka vetëm sosja. Mirë po, me një projekt të një organizate franceze, më duket që ka qenë në vitin 2016, 17, mund të gaboj këto, kemi bërë që ata kanë ardhur tekon për pjesën e biznesit të tyre dhe si mund të ndihmojnë Kosovën. Unë i kam propozuar që i vetmi ndim që mund të na bëni është të na mundsoni një aparatur që të bëjmë një screening nëpër shkolla e Kosovës. Dhe që nga ajo ditë është bërë një organizim
dhe një depistim dhe shumë nxënës kanë përfituar. Ata ja kanë rimbursuar dhe pjesën e syzave, atë pjesën teknike, mirë po me rëndësi është detektimi i hershëm. A bëhen tash ato screening-e në shkolla? Nuk, po, kam dëgjuar që nuk bën jam i shkputur nga ajo pjesë tash, mirë po ajo ka qenë shumë domethënëse. Edhe ajo bëhet lehtë me një letër të snellenit, ne i thonë, edhe sa po. Zakonisht kanë marrë pjesë mjek të ri, oftalmolog, mirë po atë mund ta bëjë edhe mjeku i përgjithshëm, që nuk është diçka që gjithë e kanë kryer pjesën oftalmologjisë që mund të marrin një vizioz ose impresim të parë. Doktor, sa është e vështirë bëhet diagnoza e këtyre çrregullimeve? Vështirësi mund të ketë për shkak se ndonjëherë nuk dalin në mjekësi thonë një nuk bëjnë dy. Ndonjëherë katarakta është prej shërimi i kataraktës në aspekt kirurgjik është prej kthimit të shikimit 100% deri në humbje të pamërit. Kjo konsiston me shumë probleme cilat mund të ketë syri, sepse ka katarakta të komplikuara që në të inkorporohet edhe glaukoma, do të thonë ka katarakt glaukom, ka retinopati. Të dyja për një. Po, ka gjatderdhje, mrapa, ka probleme neri në optik, ne operojmë kur e shohim që ai nuk është duke pas shikim të qartë. Edhe diagnostifikimi i kataraktës, sidomos i kataraktës është shumë i lehtë. Është, domethënë, është aparatura, është po trajtimi ka specifikat e veta. Bile kam dëgjuar një herë në një mjek në një profesor të Shqipërisë më herët, edhe ata kanë patur shumë komplikime në atë metodën e vjetër, përderisa një grup i tyre ka dërguar shtetin në Indi dhe i kanë bërë trajnimet të cilat na kanë ndihmuar edhe neve, edhe gjithë pjesës ku janë shqiptarët. Pastaj kjo pjesa e Kosovës ne kemi mbetur diku 7-8 vjet në trajtim më mbrapa. Në vitin 2015 kemi mundur përmes një doktorit që punon në TTO, Nati Rustemi, i cili është trajnuar më herët, që të përfitojmë nga përvoja e tij. Pastaj ka qenë një avatur kesh shëndetësisë, 2 vite rresht, dhe në atë ku problemi ka qenë që nuk ka pas procedime as për thirrsat e buta, se dallon trajtimi klasik edhe domethënë me laser ose fakoemulsifikim, dhe kemi pasur probleme të skajshme teknike, si me aparaturën ashtu edhe me mirë po një vetë mohimi pasha që pjesës së re të stafit, do thotë është realizuar, e më në 2015 kemi bërë vetëm 150 operacione, ndërsa në vitin 2016 1700 sa. Do thotë o rrit kurba, domethënë në drejtim gati vertikal. 4 fish, po. Edhe nga këtu filloi një zhvillim i hapshëm dhe një kthim i besimit në trajtim. Për shembull, unë nuk e kuptoj shpesh pse ne nuk e kemi zhvilluar më herët shëndetësinë, ose pse nuk kemi sigurim shëndetësor i cili është bazik për gjithçka. Është e pakuptueshme pse pjesa e shëndetësisë nuk ka avancuar. Për shembull, atko kemi pasur probleme teknike dhe mungesë të aparaturave. Në çdo javë kemi shkuar vetë për trajtim jashtë vendit. Tash klinika e syve është para Shkupit edhe para Tiranës me atë çapan. Domthonë, për një kohë shumë të shkurtër është bërë revolucion në klinikën e syve në Prishtinë. Edhe është ndër klinikat brenda QKK-s e cila ka intensitetin më të madh punës, ka përkushtimin më të madh, edhe
ka, si të them, atë numrin e pacientëve shumë të madh që trajton dhe rikuperon këto gjendjet për cilat ne po flasim sot. Doktori, kemi minutat e kufizuar të emisionit, pra ndaj kisha lutur që në vazhdim të flasim diçka për ndikimin e telefonit, pastaj kompjuterit, sidomos tek moshat më të reja. Është e rrezikshme, domethënë ekspozimi afër i mjeteve, domethënë telefon, tablet dhe me orë të tëra, domethënë fëmijët me orë të tëra i ekspozohen afërsisë dhe mendojnë se jeta është në telefon, nuk është për ta. Do të thotë, këtu është një rrezik i madh për njerëzimin. Nga po shkojmë me këtë çështje, për shkak se gjatë shikimit në afërsi, fëmia nuk mund të shohë me pjesën qendrore, por sheh me pjesën periferike. Edhe ekziston një mekanizëm që vjen deri te rritja e syrit për shkak të pjesës akomodimit e cila nuk është e aftë të qëndrojë gjatë në atë mënyrë të shikimit dhe në zhvillimi i miopisë ose largpamësisë është shumë penalizues për shumë funksione, shumë profesione. Nuk mund të sheh domethënë larg, është i detyruar të vendosë syza. Njëherë nëse në rast një jetë nuk mund të vendosë syza të me vetur, mund të hop jetën, pasojat janë shumë katastrofike, mund të ketë inteligjencën më të madhe, por kur e ka probleme me shikim, unë i kisha bërë thirrje që kryesisht të mundohen prindët që sa më pak të lënë fëmijët e tyre në telefon, sidomos i shoh nënat që për të mashtruar fëmijën ja jap telefonin. Pa me diçka duhet luaj, po është pak e rrezikshme. Kisha bërë thirrje që të bëhet një si thot një në pjesën shtetërore që të bëhet dhe të mundohemi të bëjmë një edukim të përgjithshëm këtë aspekt. Për shkak se është në vend që për shembull të kemë me miopi, ne mund të kemi 10.000. Ma rritet probabiliteti, rritet kosto, rritet rrezikshmëria, rritet gjithçka për të keq. Domethënë, është shumë e rëndësishme që sa më pak fëmijëve tu lihen në dorë telefonat, edhe në aspekt shikimit, edhe në aspekt edukatës, në aspekt të pjesëve tjera, këndet për fëmijë, lojrat, ka shumë gjëra tjera që mosha e fëmijëve nuk, po më ka njerë kur e sheh që 2 prindërin telefon edhe fëmija kanë qef. Kemi hyrë minutat e fundit dhe zakonisht në fund flasim për preventive. A ka mundësi që të prevenohen këto probleme? Nëse po, çka kishit sugjeruar? Prevenimi i çrregullimit gradual të shikimit, nga njerë është i pamundur, po në shumë raste mund të ndikojnë domethënë mënyra e keqe e jetesës. Domethënë po prevenimi konsiston në mënyrën e jetesës dhe në ikjeve për veseve të këqija, sidomos pila duhanës, mbrojtja nga dielli, kontrolli i sheqerit në gjak, tensionit, kolesterolit, ekspozimi shumurve para ekraneve, ka suplemente të cilat mendojnë që mund ta ngadalsojnë disa ndryshime në retinë që ta përmbajnë lutein, zeaxanthin, zink, vitamin C, E, mirë po perime, ushqime jeshile, peshk, frutat, pasra me antioksidant. Mirë po, këto nuk janë, do të thonë, kryesore. Kryesore është aktiviteti fizik si në çdo smundje, si në çdo organizmi është një, si të smundja zemrës, si të nuk mund të kesh probleme me hipertension edhe të mos atakohet edhe syri. Të gjitha organet që nuk mund të kesh diabet edhe të kesh problem veç
me diabet, po më takohet syri, truri, veshkat, gjitha. Do të thotë, inaktiviteti fizik si kur i dëmton muskujt në përgjithësi, e dëmton edhe syrin, e dëmton zemrën, e dëmton. Domethënë, jeta sa më e shëndetshme bio konsiston në pa më parasysh në njëre thonë ky ka pi duhan, e kur që se ka gjithë, ky nuk ka pi duhan, ose ky ka qenë sportist vdeqës, se jo, nuk është ashtu. Domethënë, na duhet të bëjmë më pozitive, më të mirën për veten dhe për shëndetin. Ato të cilat e dim që janë të rrezikshme dhe që janë të konfirmuar shkencëtarisht, të mos i marrim. Domethënë, ne si mjek, domethënë, ose shkolla e mjekësisë na drejton në këtë mënyrë që sa më pak dhejse të këqija ose me ngarkesë me yndyrë, me sheqerna, me inaktivitet fizik dhe me ekspozime të gjata në rrezull ultraviolete, mbrojtje me syze dielli, kapel mbrojtëse, si për fytyrë, si për sy. Pastaj kemi pjesën e ertë ku njerëzit rrinë në ekran të vogël ose të madh pa dritë. Domethënë nuk mund të jetë drita artificiale e mirë si drita natyrale. Do të thotë gjithçka e re është thik me dyteja, sa është e mirë për shpejtësinë që na mund të realizojmë një gjë, mund të jetë pisa tjetër e thikës e keqe për organizmin. Doktor, nëse nuk keni gjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Ju falenderoj edhe juve. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot, faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valë të programit tonë.